Presidenti serb Aleksandar Vučić priti në Beograd të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Peter Sorensen për të diskutuar mbi procesin e dialogut dhe situatën e serbërve në Kosovë. Pas takimit, Vučić ndau detaje përmes një postimi në Instagram, ku e cilësoi bisedën si të hapur dhe të drejtë. Ai ngriti shqetësimin për atë që ai quajti pozitë të vështirë të serbëve në Kosovë, duke akuzuar autoritetet në Prishtinë për veprime të njëanshme dhe përshkallëzuese, që sipas tij përkeqësojnë situatën. Në vim të deklaratës së tij, presidenti serb kritikoi Kosovën për pengesat të vazhdueshme në procesin e dialogut dhe ripërsëriti se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është i domosdoshëm për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai nënvizoi se ky asociacion do të krijohet si një hap kyç për të garantuar të drejtat dhe sigurinë e komunitetit serb në Kosovë. Debati mbi asociacionin mbetet një çështje e ndjeshme pasi Kosova ka refuzuar të pranojë draft statusin e propozuar nga Bashkimi Evropian, duke argumentuar se ai nuk përputhet me kushtetutën e vendit. Kryeministri Albin Kurti nuk pranoi të dërgojë dokumentin për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, ndërsa presidenti Vjosa Osmani deklaroi se drafti nuk respekton ligjet dhe parimet e shtetit të Kosovës. Në këtë kontekst, përplasjet mes Prishtinës dhe Beogradit mbi këtë temë mbeten një nga pengesat kryesore për vazhdimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.